Parashikimi I motit në RTS. Teleshikues të radio televizionit shqiptar, mirëmbrëma. Ju ftoj të njiheni me parashikimin e motit për ditën e sotme. Sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ditën e sotme vendi ynë u ndikua nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti ishte fillimisht me kthjellime, si dhe gradualisht me shtim vranësirash mesatare deri të dendura. Vranësirat u shoqëruan me reshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit, kryesisht pas orëve të mesditës. Në relievet malore në lindje dhe në zonën e jugut, patëm reshje në periudha afat shkurtra në formën e shtrëngatave. Era ka fryre lehtë me drejtim verilindje dhe juglindje me shpejtësi mesatare 8 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet ka fituar shpejtësi 15 metër për sekond, e shoqëruar me valëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 2 deri në 3 ballë. Temperaturat u regjistruan në zonat malore 6 deri në 16 gradë, në zonat të ulta 9 deri në 21 dhe në Bregdet 9 deri në 20 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesërme vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga të njëjtat kushte atmosferike, ku moti do të jetë me kthjellime gjatë ditës, po ashtu dhe vranësirat të cilat do të pasohen me reshje shiu me intensitet të ulët dhe lokalisht shtrëngata gjatë orëve të mesditës e pasdites. Era do të fryjë me drejtim verilindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 8 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të arrijë shpejtësi 15 metër për sekond, e shoqëruar me valëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 2 deri në 3 ballë. Temperaturat parashikohen në zonat malore 6 deri në 17 gradë, në zonat të ulta 10 deri në 21 dhe në Bregdet 11 deri në 21 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi I motit për sot dhe nesër. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Kosova nesër. Rajoni nesër. Europa nesër.